Welcome everyone. We are going to do this panel in Albanian since almost everyone here is Albanian and we are going to speak in our native language, but of course for our guests we have translation, so everything will be translated. Petini paneli parë edhe nashta më e rëndësishme, se sot edukimi është sa një më e rëndësishëm. Edhe do të më këshyrë në qëtë farë ere të rejtë që po him, era e AI-it, një revolucion teknologjik që po ndodhë, me po sa i natë gatshëm. E në ato e po, AI do me thonë është orë me një, nuk është orë ka daldole, po me një farë vrullit madhë që mund me thonë është edhe shumicën është ujnëzonë pa përgatit. AI se po mund me bo gjithë shka. Me AI ti po mund është me ditë qka të dush përgjigje, me vetë ChatGPT na qka të dush, edhe me merë përgjigjen. Po tash, nëse shkojna me qëta hapa, unë vesh po du me ditë ku ka me metë veni për universitetet e për kolegjet. A këna me pas nevoj për universitete me mësu, në formën që shënë sët të formu me universitetet, apo me këtë revolucion të AI-it, do të me ndryshu edhe me evolu edhe forma edukimit që shbohet sët. Pja nisëm prej Besartit, masi edhe është profesor universitar, edhe të kësirën që hana. Faleminderit shumë, është nder edhe privilegj që sot të prezentoj në një auditorium të tillë ku kemi një, si më thënë, një gamë të gjerë njerëzish, profesionësh edhe, si më thënë, profilesh. Faleminderit shumë për mundësinë që të jem pjesë e një panelit të tillë dhe të shpërfaqim kështu mundësinë që të në farë forme të regojmë mbi rëndësinë e edukimit rreth ekonomisë digjitale në përgjithësi. Është shumë e vërtet që literatura e sotme AI-n e konsiderojnë, disa e konsiderojnë si mundësi, e disa e konsiderojnë edhe si kërcënim, por që në përfitimin e përgjithshëm që e pësën shoqëria prej një revolucionit tillë teknologjik janë shumë më të mëdha se sa kërcënimet që ekspozohen shoqërisë prej saj. Edhe unë zatën e marrë një shembull shpesh herë me punën e energjisë elektrike ose elektricitetit. Ne e dim fare mirë që shumë rreziqe ekspozohen prej saj, mirë po përfitimet që burojnë janë shumë më të mëdha se sa kërcënimet. Kështu që edhe prej teknologjisë AI, unë konsideroj se përfitimet që burojnë prej saj, qofshin për studentët ose edhe për industritë, janë në mas të madhe shumë më të mëdha se sa rreziqet që burojnë prej saj. Kështu një përgjigje e thjeshtë dhe e shkurtë sa i përket pyetjes konkrete. Faleminderit Besart. Darsej, ti nuk vjen prej pjesës me thonë akademike për universitet, por ti e ki një kompani që kryesisht merret me edukim, po tash fokusin e madhe keni në inteligjencë artificiale. Mu mas pari kam vjetë mirë që tema e parë që përshtjellohet ka të bëjë me edukim. Se përveç që është baza e një shoqënisë, po gjithmonë është këshyrë për veç gjeneratat e reja, është për herë të parë ku krejt njerëzimi duhet me kalu në riedukim. Se mënyra që është ka e ndron vendin e punës, inteligjenca artificiale, është pyetje tash muj me thonë jo shumë vite, ndoshta me thonë muj, ku secili duhet me shku me një riedukim, qoftë në formë private, qoftë në formë ku shteti ja organizon diçka të tillë, po me një mënyrë ose tjetër, komfort zona që njerëzit e kanë pas deri tash të bëjnë punën e vet në mënyrë të pa ndërpreme, o ka ndërprejet, edhe po fillon që epoka e re. Edhe po me të përgjigj pyetjes rreth universiteteve edhe rreth shkollimit, unë mendoj që motio do është sistemi i edukimit me përjetu revolucion. Na ty fol për 10 vitet e fundit, ku shumica e ndërmarrësve kanë fillu me pas ankesa që çka po prodhohet, s'po bëhet match me punën që na po kërkojnë prej gjeneratës të re. Tash, unë mujmë lirisht me thonë që komplet sistemi edukimit ka ra ndeshje tepër të madhe me inteligjencë artificiale. Është për herë të parë po na mundsohet
që nxënësat, studentat me pas mësim të personalizuar, mësim të asistuar për inteligjencë artificiale. Po dikush ka e bën vet, dikush s'ka e bën hiç, dikush është ka e ndalën. Tash është ajo epoka e re e shkollimit në përgjithësi që duhet me ardhë një format komplet i ri, që edhe temat që shtjellohen me pas një mënyrë më të veçantë, në mënyrë pak më ndryshe dhe që është më relevante ku po shkon njerëzimi. A keme pas nevojë për universitete, për PhD, po qysh jo? Njerëzit kanë me qenë prap ata që kanë me i shty limitet e njerëzimit. Po, veç veglat na u kanë ndru. Na kanë ardhur vegla shumë të mëdha. Me aftësitë humane, domethënë zhvillimin e aftësive humane me zhvillimin e seneve që ndodhin me zhvillimin kohor. Jo veç humane, se po pibjen thu që këtë na mu marrë me pikturu e mu marrë me opera. Aden ideja është që edhe inxhinieria është ka përjeton metamorfozë të madhe. Nuk mundëm na me prit që inteligjenca artificiale ka me kry kitë punë të na këna me najtë para shtëpis, nëse gazeta s'kena të gazetën qelë, kom kryet që dhe me thonë, po bën pare për mu. That's not the case. Përveç nëse veç shkojmë deri te drejtimi ku mundemi me mri, ku komplet ekonomia ndron edhe parja e hub vlerën edhe mënyra jetesës ndron komplet, po nuk besoj që na kena me përjetu, ndoshta kena me qenë shumë vjetër kur mund të ndodha ajo. Faleminderit shumë Darsej. I përmeni dy sene. Riedukimi, tani e përmeni edhe punën që edhe të mësimi, po zavendësohet faktori njeri. Tash po drejtun aty që pyetje drejt Arianet, si mas para folësve, api bën që komplet ridizajnim do të sistemit arsimor, sistemit edukativ shosët, edhe se na përmorim që me AI, në rrezikun më të madh për kanë veç zhvillues, developerat. Po apo kërcënoi ka edhe realisht edhe roli i mësuesit të profesorit, tutorit prej AI. Ta kam pas nevojë për këqita mësuesa që i kem, nëse ti kemi kon gjendje me AI, me një AI agenti me u konsultu të ditën dhe me mësu çdo sen që nevojitet. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit se datë për ftesën. Jo me lumtur që kjo po ndodh në Prishtinë fillimisht, edhe që është në hap me kohën, domethënë këtë ky diskutim. Sa i përket edukimit, si më thonë, riorganizimit botëror, sepse dikush është pak më përpara, dikush më mbrapa, dikush ka laboratorat më të mirë në universitete, dikush e ka një më adopt. Po generalisht parashihet që kjo me ndru. A kemi me pas nevojë me ndru krejt koncepti, mësuesit, i profesorit, arsimtarit e tjera? Nuk besoj që kemi mri deri në atë pikë. Do më thonë për disa arsye. Arsyet kryesore janë e kalumja. Edhe në të kalumën ka pas edhe para 100 vjetëve ku ata që kanë pas, si me thonë, kushte më të mira ose kanë jetu me një vend pak më të lartë, kanë pas tutor personal, qoftë për piano, qoftë për matematikë, qoftë për mësime tjera. Edhe këto 20 vitet e fundit kemi informata ose kemi dije të panumërume në YouTube, në Udemy, në shkollat ndryshme ku me $5, $0 ti mundesh me mësu. A ka ndodhur gjithmonë që njerëz me mësu përmes tyne, edhe nëse kanë qenë free? Jo, sepse dikush ka nevojë gjithmonë për një tutor, ka nevojë gjithmonë për dikon i cili e guide. A ka me qenë tash ky tutori një mësimdhënës i cili ka me përdor një vegël të re, e cila e personalizon mësimin për arjanitin sepse ka një zhvillim pak më të shpejtë ose pak më të ngadalt, besoj që këtu ka me qenë diferenca. Sepse njeriu by default ose nuk është i njëjtë secili dallon, rrjedhimisht duhet të dallohet edhe mënyra e mësimit. Dikush mund të mësoj shumë mësimin më shpejt, kodin më shpejt e tjera. Po ajo që është më rëndësishme mendoj sot që po ndron edhe mënyrat që na vet kemi menduar që po ndron industria. Për shembull, para 5 vjetëve, 10 vjetëve kemi thonë që ose edhe para 2 vjetëve që kodi duhet me qenë patjetër lanë mësimore në shkolla. Që i ka ra arsimtarët me mësu edhe kodin, apo jo? Ose me pënsu prej industrisë për me mësu që atë lanë të re. Gjë që sot mendoj që nuk është opcioni më i mirë nëse na kodin e kemi si lanë në shkolla, sepse më e rëndësishme është me mësu fëmijët, me mësu edhe mësimdhënësat, qysh me i përdor veglat cilat kanë evoluar qatë shpejt mrena natës. Tash na e patëm në diskutim më herët që ti mundesh me punu të natën dhe çosh mëngjes me 10 tulla të ri. Edhe pse në industri dush me që të edukimi vazhdueshëm, po. Kështu që mendoj që sigurisht ka me ndodhur riorganizim, sepse industria ka me kërku njerëz edhe pozita të reja të punës cilat veç janë duke dalë në treg.
edhe me cilat, do me thonë, profesori ka me qenë aj përmenajt në trek, po ashtu duhet me imësu qëto vegla, duhet me ditë qësh këmë ja udhonë qëto vegla fëmive në zancave tjera, edhe të njëjtën kohë qësh me imësu, mi përdor, sepse sfida ka me qenë, sidomos të gjeneratat, po në shkollën fillore, fëmijët sot i bojnë krejt detyrat me ChatGPT. Ata mujnë me lujtë edhe Roblox në nërë të mësimit, shkollat që kanë iPad e tjera, edhe për 5 minuta me kry detyrën. Tash detyre mësim dhënës ka me qenë qysh me përdor fëmijët qatë iPad, qysh me përdor veglat cilat ja kërcnojnë ose ja cënojnë, si me thonë, mendjen e mirë ose mendësinë e mirë, edhe nuk ja shtojnë tiparët negative të individit. Pa u marrë vesh kështët me zveti, më hinet e pyetja e dytë. Edhe pjanisi pra piteje. A do se inteligencën artificiale si edukim na gjithë për marim që do të me fillu për nivellit të arsimit nalt. A menoni që mësimi, inteligencë artificiale, do të me hysi që janë lanë të obligative prej shkollës fillore, dhe me thonë, si që është matematika, që është gjuha amtare me mësu gramatika. A do të me të qenë inteligencë artificiale, si lanë detyruse për klasës të parë, për ciklit tëllë, mënyrë që fëmijëve me mësu edhe mendimin kritik, jo me përdor inteligencë artificiale vetë si një vegël që të gatshme ja bën detyrat, të gatshme ja kryen këtë senet. Po me mësu që për të e shfrytzuar inteligencën artificiale me kriju edhe mendim kritik. Do me thonë, ato me mësu prej kur janë fëmijë se është koha më e mirë kur mundim sa ata. A do me thonë inteligencë artificiale, pyetja, me hi si lanë obligative prej ciklit ullt, do me thonë në qatë ridizajnimin e sistemit arsimor. Tash nëse flasim si inteligencë artificiale mund të me qenë mendimin, mund të me qenë një pjesë e integrume e lanës informatikë, po mendoj, ku fëmijët e kuptojnë cikli ullt, tash po flasim për fëmijë shkollës 1 deri në 4, ciklit ose 5 deri në 9, me kuptu çfarë është inteligencë artificiale. Do me thonë, kur të kuptojmë çka është inteligencë artificiale, çysh funksionon, ku i merr ato informata, përgjigjes të kemi marrë potencialisht prej ka kanë me ardhur, do me thonë me kuptu konceptin para se me fillu me përdor si vegël në farë forme. Tash kur flasim për inteligencë artificiale, kur të kupton konceptin fëmijë ose kur të sqaron me dëshirën që ai me përmbrencu çat informat, atëherë vijnë te veglat. Do të thonë inteligencë artificiale sot për krejt neve është e barabartë me një tool të caktuar. Mund të më kon ChatGPT, mund të më kon Cloud, mund të më kon kursori, gjitha tjera cilat kombinohen për absolutat njëra me tjetrën me një pikë caktuar. Do të thonë ciklin e ullt du të me imësu konceptet, sepse ata kanë ballafaqu me njerë në shpe në rrugë e tjera, po më e rëndësishme sa koncepti, pastaj është që to veglat cilat kanë me u, si me thonë, kanë me u qkoklu në farforme, edhe fëmijët me pas si puzzle, si Lego, me thonë, okej, që kjo inteligencë artificiale atër ko ka një Lego qëto cilën në marë, nëse e bashkoj me qëto që ka ndodhë, nëse i bëj qëto, do me thonë, du të me u bo një farloje si gamification, ku fëmijët kanë me kuptu konceptin, edhe të mirat që kanë me marë prej toolsave tash, po flasim. Sepse, si tërsi, inteligencën artificiale, do me thonë, ajo mundet shumë shpejt me u pesan një farforme, po cilat janë që ato outputet që ti kemi marë prej veglave caktume. Qëto du të me konë qëllimi, sepse rritet rreziku si me thonë, i fëmijëve mu ekspozu të gjanat e padëshirume, të tjerë, qoftë për kana sigurisë personale, sigurisë familjare, sigurisë financiare të familjes e tjera, duke përdor veglat cilat ata nuk e dim se vi përdorin. Domethënë që kjo është, mendoj, qëllimi kryesor duhet me qenë qysh mi përdor, pse mi përdor edhe çka me përdor. Faleminderit shumë. Darsej, pyetja e njëjtë. Arjanit, sa të që të kam dësë, du nëmet të kundërshtu me një pikë tonde. Qëta shumë këmëzet? S'kom qare pa bo debat për këtë sen. E përmene, kur the nuk ka nevoj kodimi me hinë shkolla. Unë e mendoj që është qasje shumë e gabushme, që ju nuk e ki veç ti, po e kanë edhe plot edhe njerëz të mëdhaj që i shoh edhe online të e folë, edhe mujmë ti marrë 2 arsye pse. Një, kur është zbulu kalkulatori se kanë hek matematikën për shkollës, edhe e dyta, nëse e shkojmë me qëtë analogji, atëherë s'piqojmë shkollë heq, se dhe matematikën për ta krynë AI, edhe përkthimet për t'i bën AI, nuk këtë për i bën. Unë e mendoj që është qasje shumë e rrezikshme, mu hek kodimi, se ajo është sot literacy. Diku mu hek e diku mës me hi, mire ki, sorry. Unë e mendoj që nuk guxojmë na si njerëzim me leju që inteligenca artificiale me prodhu diçka
për njerëzimin, pa u konë njerëzimi vetëdijshëm çka ka prodhuar ose mos me pas kapacitet me e lexu ato që ka bo si output. Vetëm që kjo ke inputi jam saj po më çush jo 1 minutë e ki. Tash ka u bë zet, replikim Arianiti. Një replik shkurt. Okej, po vjen mirë mas pari që shumë njerëz mëdhaj po komunikacion. Jo më lumtur. Kështu që elementi i dytë është që arsyeja te coding, domethënë kodimi është diçka teknike cilën te e thati ju më herët që njerëzit kanë më dash reskill, upskill dhe continuous learning. Domethënë në shkollë fillore të mësu fëmijët elementin e parë me çato që po ekzistojnë edhe pi përdorin, se të edhe nëse edhin coding, do me thonë që kemi ditë me përdorë mirë një AI tool i cili po t'jap feedback negativ ose po të qanë me u konë njeri ma jashpër, ma agresiv dhe me ndërru, si me thonë, si individ. Elementi i dytë është që, kur të mendon të ekipi këpamin kritike, i ke mësu basics, të human being, që atëherë ti mund është edhe me programu, edhe me kodu e tjera. Nuk është essential, për mendimin tam, nuk ka nevoj me qenë, s'ka me qenë, e detyrueshme, ose e nevojshme me diti pa tjetër këtë, për me kuptu që apë ndodhë, sepse qaj që përgjigja e ma herët ishte inteligenca artificiale si landës, si koncept, do të me qenë që fëmijët me kuptu pikrisht me bo Lego, me kuptu qysh po vjen të informata edhe pse po vjen të informata. Kodimi pastaj, nëse na thonë që fëmijës në shkollë fillore jam mëson coding që ai me kuptu që shko me punu me një tool mas 5 vjet ose me ditë një algoritëm që po funksionon, nuk e di ako me ndodhë sepse shumë shpejt të ecë. Sepse çaj fëmijë në klasë 5 ose 8 ose 9 mjafton me ditë algoritmat, jo kod, mjafton me ditë basics. Po jo me hi me programu me thonë pe bojna një diçka caktuar pe bojna ashtu sepse ka elemente tjera generale, cilat janë më të rëndësishme se sa më ul me shkru. Në kohën që po janë. Besar. Bëjmë replikë. Okej, që veç, a bëm veç 30 sekonda dhe pe mbylli? Më falë, s'kom qare. Besar. Po pajtona pjesërisht, unë e menoj që nuk ka nevoj fëmijët me mësu coding për mu bo programera, se si rol që kjo është të shku në drejtim këtë ndryshe. Po për mi mësu artin e të mendumnit, mënyrën që shmenojnë robotat, makinat, AI, unë e menoj që ka me mbet relevante dhe ka me u zhvillu me një drejtim tjetër. Fakt është që s'ka nevoj me shti një fëmijë me mësu me bo forma, po me mujtë me mësu me pas operacionet ndryshme, me algoritme, me logjik, që ato jemi në vi. Po më do këtu barazum. E më pytje tonë e masi kur të mjerani e vazhdej. Falbirë shumë. Para zini. Okej, atëherë, une para se marrë në këtë panel e parë si një detyrim personal me porosit librin e Sizis, edhe dyqysh më ndërtu për shtypja që pa përfundu që atë libër nuk jam eligible me marrë pjesë në qëtë panel. Edhe, sinqerisht, deshti fatja mundësia që e përfundova, edhe që kam la për shtypje në raport me pyetjen e sedatit është ideja që duhet me lexu librin ata edhe fëmijët e moshës të vegjël. Pse duhet me lexu? Sepse Sizia vetë është një prej personave që e ka regjistruar shkollën fillore në moshën 5 vjeçare, edhe qysh ka arrit me mbjetu në një vend ku s'ka pas as water supply. Do më thënë, përveç se edukimi i tij ka qenë në biologji, e performanca e tij në do më thënë në teknologji, jep me kuptu që jo domosdoshmërisht edukimi fillor ose ai ult ka me qenë determinues i suksesit tij në karrierë. Kështu që sa i përket pyetjes tonë Sedat, sa i përket pyetjes se AI, a është AI një prej atyne mjeteve që duhet me e fut në për kurrikula sot, unë AI në shoh si një produkt të cilin e përdorim ne sot. Se si vihet deri tek produkti, atëherë unë menoj që janë këto tools ose mjetet të cilat e konkretizojnë një platformë AI, e që realisht logjikën menoj se duhet më mbjell edhe më herët. Po jo domosdoshmërisht tek të gjithë fëmijët. Prandaj unë e kom pa një libër së fundit botum edhe e mora si dhuratë. Bile ishte një libër monografie. Në atë libër monografie unë e pash që shumica e atij kontenti veç se ndodhet në AI. E çka po sjell AI, se AI po e sjell cilësinë. Do të thonë, nuk ka me pas më nevojë njerëz që shkruajnë për të njëjtin autor e që nuk sjellin gjetje të reja në kuadër të një fushe. Po komo shkruaj një libër e cilin realisht e në të cilin AI komo u bazu për me ofru përmbajtjen tek njerëzit. Edhe gjithkush që e përsërit atë dije, ka me qenë worthless. Tash, do të thonë, AI po e sjell një farë gare për cilësi, për produktivitet.
Edhe unë këtu e shoh si mundësi, si një produkt të vlefshëm, të cilin duhet me e përqafu ASAP, ose sa ma shpejt që mundëm, njërë që me e përqafu, sepse Syzia vetë në librin e tij thot, there are more opportunities in the future than there were in the past. Dhe më thënë, ka shumë ma shumë oportunitetet që po na vinë, se sa ato që kanë kalu. Prandaj unë menoj që është shumë e domosdoshme që mjetet, por edhe njëkohësisht mënyra e përdorimit të këtij produkti të instalohet në kurrikulat, qofshin ato fillore, parafillore, po mënoj të mesme, por edhe në arsimin e lartë, por që edhe e shoh si një mjet i cili po e rrit konkurrencën edhe njëkohësisht po e rrit produktivitetin si rezultati i këtij produkti. Faleminderit shumë Besart. Nëse shkojmë tash te pyetja jote, se devijova më herë. Inteligjenca artificiale në edukimi është në dy formate. Një është mënyrën që implementohet përmbrana shkollës edhe shërben si vegël për asistim të mësuesit. Në asnjë mënyrë, ose mësues ose profesor, në asnjë mënyrë nuk e shoh ku mundet inteligjenca artificiale me e zavendësu një mësues ose një arsimtar, po folim të shkollimit hershëm, sidomos në raport me fëmijë. Në raport me të rritun, me studenta dhe të mëdhaj, po këna me mujt me pa viteve të arshme, metamorfozat ndryshme në format ndryshme të edukimit, se të mëdhajt e kanë edhe pak ma letë mu adaptu dhe me pranu mënyrën e informatës tillë. Në thonë, ka të bëj direkt me mënyrën që qysh po mësohet, qysh po evaluohet, çfarë kontenti po i servohet. Që kjo është në aspekt funksional, po në aspekt të mësumit, edhe sa duhet na me i mësu fëmijët për inteligjencë artificiale, po, duhet, jo ndoshta prej moshës shumë të hershme, mundet me qenë shumë ngarkesë për ta, nëse është shumë i vogël në aspekt që me fillu me mësu, me pas si veglën kryesore tyne, sidoqoftë, të shku të u rritë fëmijët, duhet me kuptu që kjo është vegla kryesore që ka me përdor për një periudhë gjatë. Duhet me kuptu në mënyrë të përgjithshme me u përdor kjo vegël. Se sot nëse e shohim edhe në statistika, si të bëhet vera, përdorimi i inteligjencës artificiale bën në mënyrë drastike aty shifet që studentat edhe nxënësat janë të e përdor shumë. Po nëse analizohet se çysh janë të e përdor, është kryesisht me cheat their way out. Me i bo projektet, me i bo prezantimet, me i bo detyrat e shtëpisë. Esenca është që na duhet me mësu që ajo kohë që ti e të investu në vete, edhe je programu prej shoqërisë tonë që je të funksionu për me marrë një notë, një diplom, që ajo nuk ka me të vyt heq. Nuk ka më vlerë që sen. Vlera ka me qenë sa ti e të kuptu natyrën rreth teje, industrit e ndryshme, lantë e ndryshme, për me mujtë te qatë dije me shfrytzu në bashkëpunim me inteligjencë artificiale me kriju diçka të re. Faleminderit shumë. Për mos me marrë edhe minutat panelit tjera, i kam edhe dy pyetje të fundit. E para është, në Amerika fillu me u praktiku mësimi 4 ditor. Një që kanë bërë në shumë vende që po është puna 4 ditore për me po që më rrit efikasiteti punëtore sen. Në Amerika fillu që më praktiku 4 ditë mësim e premte edhe vikendi pushim normal, që dita e premte me ju kushtu tutorëve, mësuesve, që me mujt me rrit aftësitë e tyre në këtë erë të inteligjencës artificiale, kurse studentave me mujt me mësu aftësi të reja të inteligjencës artificiale që janë jashtë sistemit shkollor. Pedina ata gjithë janë të parë që nisin sanet, është një sistem i mirë që kish mujt me u adoptu edhe në vendet në zhvillim, vendet si Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit, që me nxonë që atë hapin, se menoj që nashta i në alarë, me nxonë që atë hapin me pjesën tjetër të botës sa i përket që unë e po koncept me qujt revolucion teknologjik që është ndodhë me inteligjencën artificiale. A do të me praktiku edhe në vendet tona mësimi 4 ditor që dita e 5 ose premtja me ju lonë mësuesve me mujt me mësu aftësi të reja, studentat me mujt me mësu aftësi të reja. Okej, nëse është fjala për student ose për fakultete, besoj që Jo, është edhe për shkollimin e mesëm, jo prej edhe shkollimin e mesëm, edhe se kur tek qesh studimet universitare nuk është që kanë kështu me thonë 50 blok gjithë kanë ose ligjeratat janë nashta 2-3 ditë kanë pushim. Po më shumë fokusit e arsimi i mesëm. Në arsimin e mesëm besoj që është funksionale sepse veç janë të rritun nxënësat të studentat dhe mujnë me operu, domethënë të premtën vetë e tjera.
kur janë ciklin e ullë, duhet familja me u marrë që është një e reflekton krejt ekonominë mas nej. Prej perspektivës ta, mendoj që një vend si Kosova, vend i vogël, që mundet mu adaptu shpejt, na e flasim gjithmonë rinin, moshën, në momentin që themi, na që kemi 60% në 35 vjetë e tjera, i bjenë që na edhe letë mu i me mësu, mu adaptu edhe me mësu, po ashtu me ndru aftësit ose me zhvillu që ato aftësit që i kemi. Nëse ky koncept kish me qenë funksional ose e mrini rezultat caktum në vendet ku operohet, sepse ka pas edhe për punë 4 ditore, po në disa vende e kanë kthy mas nej sepse e kanë pa që s'funksionan, disa e kanë vazhdu. Nëse koncepti i tillë funksionon në Amerikë ose në një vend caktum, tash u marrim Amerikën, për neve si Kosovë mjafton me qenë 3-4 kampusa, po funksionon ajo, edhe reflektohet me Kosovën, s'do me thonë në nivel shtetëror me Amerikën, po nëse funksionon dikun ku është duke u përdorur në 2-3 kampuse ose po më shkolla apo kolegje, atëherë mendoj që është mirë me testu me pas një pilot projekt edhe Kosova. Pse? Sepse nëse jemi të folë për shpejtësinë e cila duke ndodhë në edukim, në krejt profil, dhe më thonë, si të mësuesi, si të nxënësi, ose profesori, atëherë e premtja për me qenë për 2 anë, me u përdorë mënyrë efektive dhe me pas po ashtu një matshmëri, sepse nëse jetu mësu diçka atëherë du të me të regu edhe qa ke mësu, qështë ke mësu për me atë ditë vlerën që asaj dite që ti të e përdorë, mendoj që kështë që një vlerë e shtume edhe po më pëlqen shumë se ide këto edhe në kompani me bëhe shumë interesant, ku do që operan, për me qenë hapë. Faleminderit. Hajde Besart këtë herë. Po ta marrë tash rodhën unë, se po më një meni. Atëherë, për herë të parë, kur më ndërtu përshtypja ose u kërcnova një farforme ke pri pyetjes së dot. Sikur po të më thonë që është të reduktu mundësia për me shku me jap mësim në shkollë. Do më thonë 4 ditë, tani fillon 3, 2 edhe dikur e bon profesionin tem worthless. Pak humor. Si do që tjetë, e kom pas edhe një moment tillë. Kjo ka qenë për gjatë kohës kur e kom lexuar librin e Sizis. Babaj i tij ka qenë PhD dhe njëna prej arsyeve pse ky ka një kohë gjatë si fëmijë është rrit pa babën, është pikërisht për faktin se ai një herë ka shku me bë PhD me studiu realisht në një qytet tjetër brenda Kinës, e prej Kinës ka shku në Kanadë për me bë PhD-n atje. Dhe ky ka qëndru vetë. Do më thonë, baba i tij pas ka qenë PhD, ndërsa Sizia e ka regjistru biologjinë edhe ato, ka funi përfundimit studimeve sikur i ka kryer remote lëndet për shkak të angazhimeve që i ka pas në punë. Sikur po ma ndërton përshtypjen që pse u desht me kry nivel të edukimit lartë, përderisa Sizia me këtë bagazh, me këtë karrierë, me këtë nivel të rezultateve dhe ti pra nuk pat nevojë për diçka të tillë. Domethënë nuk pat nevojë për edukim formal, nuk pat nevojë as për studime të fushës ti, sepse ai ishte student të biologjisë. Domethënë çka po duam me thonë me krejt këtë fakt është që nuk muna me u përgjigj në pyetjen se a duhet apo nuk duhet me u reduktu numri i ditëve të shkollës, sepse këtë duhet si më thënë, duhet me e bo përmes një reformimi i cili kërkon edhe testim. Me të kthy përgjigje tash, më duket që po ngut na pak. Mirë po. Unë menoj që a duhet me u testu si mundësi po se po. Për një përgjigj. Ato pilot, njerë ka lënë si pilot projekt, nëse është i suksesshëm, fillon zbatohet. Po. Edhe me ty pa u marrë vesh, më dole fiks në pyetjen tem të radhës, për njerë të kryndarsej këtë pyetje, tani pyetja e radhës ka me kodë. Me AI e kom zbuluar. Me AI. A di qysh, nëse e këshyrim, nëse bot 4 ditë shkolla, do të më bo 4 ditë edhe puna. Kështu definitivisht, se dikush do të marrë me atë fëmijë. Po, se këtë i bot profesori 4 ditë, pse u si bot dhe tjereve. Mas të na me këshyr, nëse këshyrim në nivel të aplikueshmërisë, jo në Kosovë, po shtu në rajon, që është i bom krejt sistemi, kërkush s'ka me këshyr atë premte për me u aftësu për diçka të re, po këtë ka me këshyr si ditë pushime. Ta më bëme me real, adin. Edhe, do më thonë, kjo në rastin ton qel një gamë shumë të madhe të problemeve, për me u testu po, veç nëse me kush që ishtë testu kysan edhe për nikosisht. Unë mendoj njerë duhet industria me përjetu që të reformatim.
se 2 ditë vikendit që I kemi janë shumë të vogla, edhe sot që kisha pas shef na sot edhe në kompanit ku I kemi me bo 4 ditë smundëm se na të mvarën prej shumë klientave, shumë palëve që ata e presin ditën e 5 të punës, po në aspekt global shumë kish me qenë e shnetshme për krejt me u kthy ose në 4 ditë punë ose me ul orë të punës. Arsyeja është që këto orë të punës jo bo për revolucionin e parë industrial, që këtë tempo bo për qatë revolucion, o bo, nëse zgaboj prej Fordit qatë kohë ku ka këshyrë, sa mundet me maksimum me shtrydh një punëtor pa pas kriza mendore ma vonë. Do në është e mrime në qatë maksimum. Inteligencë artificiale po na jap sot outputin 4 herë, 5 herë ma 5. 5 herë ma shumë. Atëre pse kena nevojë për këtë orë të punës, nuk është që për e lu një rol shumë të madhë kur për kitit një output që është të madhë. Ma ka me ardhë pika e rëndësishme ku sa është një njeri I knaqën me vete, sa është happy me familje, ka me pas outputin shumë ma të shëndetshëm edhe ma të mirë, se sa mi ja këshyrë mi ja nëzirë kitë orët edhe mi ja mri maksimumet njërzore. Faleminderit shumë. Pyetja e fundit, për këtë panel, dhe pianismi Besardit, mas ja I veç e hini që asoj teme. Se shqetësimi më I madh I prindve sot, na sidomos këto e dina na që mirëm që jena në teknologji edhe që na pyesin fëmija jam pe kryen shkollën e mesme që jam kështë sugjeru a me qu në studime universitare, a me qu në një kurs me mësu. Besardi mire shtjelloj që tha prej librit Sizis, tha nëse ai ka arrit remote me kry veç atë pjesën e edukimit vetë të fundit, a ka nevoj për edukim formal më në nivelin sipror, që është niveli fundit, universitar pas universitar. Edhe tash, pyetja është, saksisht, vjen një prindja u bën, am këshit sugjeru fëmin tem me qunë, në universitet dikon me studiu nej fushë saktume, a me shku nej kurs për me u përgatit për inteligencë artificiale. Qa e shkon përgjigja juve që e këshit jep që ati prinde? Realisht, jo vetëm për inteligencë artificiale, sepse ka fusha tjera të shkollimit. Po veç inteligencë artificiale nuk është që është veç në fushën e developera, thash, a kjo është rinë këtë fushat. As mjeku nuk mundet më një sigur, asaj laboranti që është në laborator, as dikush që bënë me nej fabrik. E qartë. I ka shti që dojnë tentakulat në se cilën sferë. E vërtet, ju kësha referu prap një libri tjetër të Philip Kotlerit 6.0, të fundit që ka bëtu, edhe ai ndonë generatat në 3 generata. Realisht, është generata Alpha 2009 e këndej, edhe generatën Z edhe Y Millennials, generatën Z edhe Millennials, edhe këta të Alpha I qunë si Digital Natives. Ndërsa generatën Y edhe X I qunë digital savvy. Pse I qunë së të tillë? Sepse këto generatë reja për një me kanë lind, e kanë gjetë internetin këto. Ndërsa unë, kur kom ardhën, ende e kujtoja të zhurmën e modemit, kur e fuqa atë kablën e telefonit fix dial-up connection, atë zhurmën që e qënte. Dhe më thonë është, tjetër ko kemi përjetu në tjetër generatat reja. Se a duhet sot fëmis me orientu në edukim, unë mendoj se po. Zotën edhe në librën e Philip Kotlerit thot. Nuk është fëmi më kur t'i bën, kur t'i ka kry shkollën e mesme, se edukimi ka me krya edukimin që është obligativ, deri në përfundim shkollës mesme. Fjala është edukimin sipnor. Është shumë qartë. Nëse I referohemi nivelit lartë ashtë të edukimit, që po flasim për studimet, është një autor tjetër që e ka emrin Henry Itzkovitz, I cili e propozon një model që quhet Triple Helix. Çka thot ai? Ai thotë që industria, universiteti edhe qeveria duhet me funksionu në mënyrë hibride. Domthonë mos me funksionu si Ivory Towers. Domthonë jo jam parë në kaluar në universitetet si Ivory Towers kanë funksionu në një kohë të monarkut si mësojtore. Dikur janë transformuar në research institutions, derisa sot universitetet nuk arrin me mbjetu nëse nuk bëhen entreprenorial. Domethënë, universitetet mbjetojnë veç tu I komuniku ose veç tu I jetu në mënyrë hibride me industrinë. Krejt universitetet e botës. E di që ne qalojmë këtë pikë universitetet e Kosovës sa I përket operimit hibrid me industrinë, mirë po është të masë. Unë e pi u marrë veç një shembull. Pa ta organizu një round table discussion në universitet,
Edhe aty një prej aty në panelistëve tha, unë tha e lansoj, tha një sneakers, një ëmbëlsirë, tha me tahmin treg. Nuk e di, tha, afatin e përdorimit. Ishte dekani i teknologjisë ushqimore aty, tha, bën me mi tregu ingredients. Tha po, tha, janë këto ingredients, përbërsa. Dhe ai po i tregon për përbërsat, janë këto përbërsa kështu me radhë, dhe çka u kuptu prej aty, u kuptu që këta mundën me funksionu bashkarisht, universiteti t'u ja ofru laboratorin për me pas mundësi me i bëjë lëmtimet, ky me përfitu prej industrisë, prej universitetit sa i përket shfrytëzueshmërisë për atë laboratorit, universiteti me pas mundësi që studentët e tij me i ofru në një punë kërkimore aty, edhe njëkohësisht me arrit me komercializu këtë lloj shërbimi hulumtues. Pra, fëmia është, po mënej, studenti sot me AI nuk do të thotë që mos me marr pjesë në një edukim formal të nivelit lartë, sepse i ekspozohet edhe mundësive që është kjo mundësi. Mirë po se a duhet që me i rimendu programet tona studimore gjithsesi së po. Faleminderit shumë Besart. Kur të këqyr, gjenerata jonë jena të rritun prej prindve që kanë jetu në kohë socializmit, edhe kush ka kry universitete o bo PhD ka pas edhe benefite tjera, edhe jena të rritun me idenë që dush me kry fakultet gjithçysh. Nisan që ka e kom vrejt është që shumë njerëz nuk mundën me bo dalimin mes akademisë dhe industrisë. Industria ka këtë tjera qëllime, akademia ka këtë tjera qëllime. Edhe të e marë parasysh që nuk është veç teknologjia si field, me thonë si land, ka plotësane tjera. Unë nuk e shoh universitetin në çfarëdo mënyre, në çfarëdo lloj opcioni që duhet mu largu si opcion ose si nevojë e njerëzimit. Ajo ka me u rifuqizu, ka me u ndru ndoshta në plot aspekte për shkak të inteligjencës artificiale, po që aty ka me najtë dhe si format i tillë është shumë i rëndësishëm për njerëzim, se janë pikërisht ata që janë të njeh PhD titujt, që shkojnë edhe i shtyjnë barierat më shumë. Ata janë të fokusuar në research and development. Industria është e fokusuar në ndërtim, në krijim, në aplikim të çasaj R&D-s që vjen zakonisht prej akademisë. Fundit, sa një fundit që ka na vyn është me shku të një doktor që ka kryer një kurs të rruga B. Apo kupton çfarë po them? Nuk jon ka plot lanë që nuk ki shansa mi paramenu si formë të kursit. Kurset janë tepër të mira, sidomos për njerëz që dojnë me marrë një aftësi të caktuar që ose s'ka mujt universiteti, ose s'ka mujt se ka dhe forma tjera të mësimit, jo veç direkt bachelors. Edhe është një aftësi e caktuar që kurset ta japin. Çka kurset janë të fokusuar në aftësi të caktuar, nuk t'i japin krejt aftësitë çka të vijnë, po ato munden me qenë, si me thoni, armë jotja për mujt me hime një vend punës. Po kjo ka të bëjë me industri. Ata që dojnë me njeh akademin, ata janë të marrë mision ndaj vetes, ku është një person që nuk merret me return on investment, nuk merret me çështje financiare, këto janë programe zakonisht të financuar prej donatorëve të mëdhaj, prej shteteve, që çaj person me qenë i fokusuar veç me një punë. Ndoshta është të zbulu një quantum diçka të re, ose është ka e bën diçka të caktuar që ka ose interes nacional, ose ka interes global, ose interes për një industri të caktuar. Faleminderit shumë Darsej. Faleminderit. Okej. Pyetja që kom pas, domethënë, çto 6 ditët e fundit, sidomos mas pandemisë, ka qenë prej të prindve që i kanë pas fëmijë në shkollë të mesme, ku mi orientu e tjera. Edhe kryesisht i kemi orientuar në shkenca kompjuterike për shkak të hype-it, për shkak të mundësive. Sot më pyet dikush nuk muj me marrë një përgjithësim e thonë okay, në shkenca kompjuterike ose më dhoni një orientim, sepse periudha që ka më ardhur mendoj që është pikërisht çaja që u tha edhe prej Darsejt. Dikush i cili na gjithmonë kena me pas nevojë për universitete, për tempo i dijes e tjera, të cilët kanë më shty dijen 5 hapa përpara, kanë më dhënë çat, sepse çaja është edhe të ndodh prej njerëzve të cilët kanë pas mundësi, hapësirë, edhe kryesisht që janë nivelet të larta kuptimin akademik, të cilët grupohen edhe vendosin për diçka ose testojnë diçka e cila neve po na kryjn punë, qofshin ato LLM ata ajo kjo. Por çka ndodh në industri? Në industri është që na nuk e dim, ndoshta mbas 5 vjetëve mundet me qenë shumë i suksesshëm dikush që është një generalist, që e ka në shtakur filozofinë,
i ka mësu skillsat e AI tools e tjera, dhe cili mund të me ndërtu një zgjidhje dhe me pas sukses në jetë, pa pas nevoj me pas përfundum PhD ose master ose ndoshta vetë që ka fillu bachelorin. Edhe unë si person që bachelorin se kom përfundu komplet, po kom kalu në industri para 7-18 vjetëve, mendoj që njerëz nuk janë të njëjtë, nuk ka nevojë se cili me kry një shkollë caktuar me një fakultet caktuar, e gjen veten dikon edhe që aty duhesh me u fokusu edhe me migra kushtimisht po thojna, mos me kthy kryt mrapa ose mos me mendu sikur të na e kryva një master pe kry dytin tretin. Do të thonë që kjo s'ka me qenë nevojshme mami, pas se cili ka 2-3 mastera, po me pas të paktën fokusin, nëse ti do me kry një shkollë sociologjin, do me kry psikologjin, programimin e tjera, që aty me fillu piknisja, dhe nëse e gjen veten, ki me pas mas një shumë tools, vegla e tjera cilët kanë me të ndimu me koni sukseshëm, edhe me kry ndoshta edhe ma shpejt fakultetin, po edhe me ja pa hajrin se individ sa ma shpejt që asaj që te ke përzgjedh. Faleminderit shumë. Pra këtë këna qënë të ajet që këtë në varët të si një student i arshëm, ose një studius i arshëm që apëdën për jetës. Apëdën me vazhdu me një industri caktuar edhe me fitu, që tha me pas return of investment, apëdën me një jetën akademike, me kun dikush që kam i shty sanet, se as e joj, as interneti, as kur gjë nuk ka ardhë veç me pik piqelit edhe më po dikush atje në mra pasken, u dash me i studiu sanet, u dash me bu hullumtime në të natën, kërkime, testime, për me dalë sanet që të një nërë mi përdor edhe me thonë, wow, që ka bëjone. E dikush para se me arte që e punë që e të bote, e ka pru aj punën shtë, e ka pru punën të qenë tip studiat. Dhe me thonë, që ajo është, ka me këtë ata që janë nëse kena këto që kanë kry shkollat e mesme dhe nuk përdin ku me qa me vazhdu në tarmën, veç dush me drejtu vetën apo dën me konë tip që më drejtu industrisë edhe me konë me fitu, se të ke fundit këtë punojnë apër me fitu, me bo një jetë matë mirë, apo dhe me konë tip studios me vazhdu jetën akademike. Ju falenderoj shumë treve, këtë debat shumë i mirë, më bëlqej sidomos qaj me replikat që e bëllët edhe ku prit me darsejt, se pitina pret njeri të sene gjithë shka, se darsejt në kom pasë edhe në studime universitare, kolegë, edhe këna përru mas në i bashkë. Shpresoj që ka pëlqy kjo panel, falenderoj shumë për ndihmën.